Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Sonte kemi natën e madhe, natën e Kadrit, kur përveç lutjeve dhe namazeve më të tepërta që do t'i bëjmë gjatë kësaj nate të bekuar, ka mbetur si traditë që të përgatitet edhe Alva dhe që shpërndahet në miq dhe dashamir. Dhe sot po ndaj me ju sekretin dhe recetën e nënës time. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht për këtë recetë duhet që ta përgatisim shërbetin. Zakonisht kur bëj alv, gjitha masat i bëj me motje, që mos më dështon asnjëherë Alva. Ju lutem që të njëjtën ta bëni edhe ju. Kemi nevojë për një tenxhere më të vogël dhe fillimisht aty vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sheqerin mund ta shtoni gjithmonë sipas shijeve, se sa keni dëshirë ju që Alva t'ju dale ëmbël. Unë në total do të shtoj për këto masa 10 lugë gjelle me sheqer. Të sheqeri vazhdojmë të shtojmë 500 ml me ujë. Shërbeti i kësaj alve nuk duhet që të vloj dhe të ziej. Thjesht e vendosim në zjarin më të ulët dhe lejojmë që të qëndroj aty vetëm që të na bëhet i vakët shërbeti. Vendosim tani shërbetin në zjarr dhe ne vazhdojmë që ta përgatisim alvën. Na duhet një tenxhere pak më e madhe dhe më e gjerë si kjo dhe këto vazhdojmë dhe shtojmë gjalpin. Për një rezultat më të mirë dhe alva t'ju bëhet sa më e shkriht, ju sugjeroj që ta bëni me gjalp. Mund të përdorni edhe margarinë nëse keni dëshirë. Unë asnjëherë nuk e bëj alvën me vaj, sepse nuk më pëlqen shija, por ajo është shija ime. Ju mund ta përgatitni edhe me vaj nëse keni dëshirë. Presim tani në zjarr mesatar derisa gjalpi na shkrihet. Në total gjalp po përdor 200 gram. Vazhdojmë të e bëjmë gati miellin. Miell në total do të përdorim 1 gotë e gjys me miell. Gotat që po i përdorun janë gota prej 250 ml. Këto alv unë do të shtoj edhe gris, për atë arsye miellin e kam bërë vetëm 1 gotë e gjys me miell, sepse do të shtoj edhe 1 gotë çaj me gris, por këtë do ta shtojmë më vonë në recetë. Nëse ju nuk keni gris dhe dëshironi që ta përgatitni alvën vetëm me miell, atëherë do të përdorni 2 gota plot me miell. Tani që gjalpi është shkrirë tërësisht, vazhdojmë që brenda tek gjalpi ta shtojmë miellin. Vazhdojmë përzijejmë dhe në zjarr të ulët mesatar, dal nga dal, vazhdojmë që ta fërgojmë alvën. Alvën nuk duhet që ta ngutni asnjëherë. Duhet keni kujdes, ta fërgoni dal nga dal. Presim tani një herë që të merr val dhe të shikojmë se a do të shkrihet i tërë miellit e gjalpi dhe a kemi mjaftuar shumë yndyrë për të vazhduar dhe për ta fërguar alvën. Dhe nëse nuk po shkrihet mirë dhe nuk po bëhet si qull, dhe ju ka mbetur kështu si e imja, duhet që të shtojmë edhe pak yndyrë. Por tani nuk do të shtojmë gjalp, do të shtojmë pak vaj për ta zbutur alvën. Në shumë vaj, por një kujdes, dikon 3-4 lugë gjelle. Mjafton për ta zbutur në brenda sasinë e miellit. Vazhdojmë tani fërgojmë me kujdes, qëndroni afër, dikon 25 deri në 30 minuta në zjarr mesatar të ngadalt, duke e përzier pa ndërprer derisa të fillojë dhe të na merr një ngjyrë të bukur dhe të këndshme alva. Grizën nuk do ta shtojmë tani, do ta shtojmë kaq fundi, do t'ju tregoj kur, pasi që të merr ngjyrë alva, sepse griza djegjet shpejt, për atë arsye nuk e shtojmë në fillim. Tani që ngjyra e miellit ka filluar të na bëhet kështu më e kuqërt, është momenti kur do ta shtojmë grizën. Më bërë gati dikon 20 minuta që po e fërgoj miellin, tani vazhdojmë dikon edhe 10 minuta tjera, ta fërgojmë bashkë me grizën, derisa të na merr një ngjyrë edhe më të bukur dhe të fillojmë që ta ndjejmë aromën e këndshme të miellit të fërguar. Atëherë dim që alva është gati. Dhe dal nga dal po afrohemi në fund. Kjo është ngjyra që unë po e kërkoj nga alva dhe po e fërgoj fiks për 30 minuta, 20 minuta vetëm miellin, 10 minuta bashkë me grizën. Tani vazhdojmë që t'ja hedhim shërbetin dal nga dal. Por ju lutem, kur ta shtoni shërbetin, largohuni pak anësh, sepse kërcet.
Dhe vazhdojmë duke përzier pa ndërprer, ndalojmë zjarin derisa i gjithë sherbeti të futet brenda te hallëva dhe të na bëhet një hallë me një aromë të mrekullueshme. Nëse i ndiqni gjitha hapet që ju demonstrova, ju garantoj se hallëva nuk do t'ju dështoj asnjëherë dhe gjithmonë do të keni një hallë me ngjyrë të artë dhe perfekte. Hallëva është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni këtë hallë të mrekullueshme. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.